Neptuni retrograd, 4 shenjat e zodiakut që do të zbulojnë një të vërtetë të madhe për jetën e tyre deri në 12 dhjetor. Neptuni retrograd që fillon në 7 korik dhe do të mbetet në këtë kurs deri në 12 dhjetor 2026 në shenjën e Dashit, konsiderohet nga astrologët si një periudhë zbulesash. Sipas astrologëve, ndikimi i tij nxjerr në sipërfaqe të vërteta sekrete dhe situata që kanë mbetur të fshehura për një kohë të gjatë. Edhe pse ajo që zbulohet mund të mos jetë gjithmonë e këndshme, ky tranzit i veçantë ofron mundësinë për qartësi më të madhe dhe ndryshime thelbësore. Këto janë 4 shenjat që sipas astrologjisë do të preken më shumë. Dashi. Për dashin, zbulimi më i madh ka të bëjë me veten e tyre. Neptuni retrograd i fton ata të lënë pas iluzionet dhe besimet kufizuese dhe të shohin më qartë potencialin e tyre të vërtet. Periudha deri në dhjetor favorizon njohjen e vetvetes, por edhe zbulimin e talenteve që mund të kenë mbetur të pashfrytëzuara deri më tani. Sa më shumë që i besojnë kreativitetit dhe autenticitetit të tyre, aq më të sigurt do të ndihen në rrugën që duan të ndjekin. Gaforia. Për gaforen zbulimet lidhen kryesisht me sferën profesionale. Është e mundur që ai të zbulojë se disa njerëz nuk ishin aq të ndershëm sa mendonte ose se ai vetë po e kufizonte potencialin e tij nga frika ose pasiguria. Periudha deri në dhjetor konsiderohet e favorshme për zhvillimin profesional dhe ide të reja financiare. Nëse do të mendoni të kërkoni një ngritje në detyrë, të ndryshoni punë ose të ndërmerrni një hap tjetër të rëndësishëm profesional, astrologët besojnë se kjo është një kohë e mirë për të lëvizur më me vendosmëri. Peshorja. Për peshore, Neptuni në lëvizje retrograd ndryshon mënyrën se si e shohin të ardhmen e tyre. Synimet, ambicjet dhe planet e karrierës rivlerësohen, ndërsa marrëdhëniet personale sqarohen gjithashtu. Kjo periudhë mund të zbulojë se cilët i njerëz janë vërtet mbështetës të rrugës tuaj dhe cilët po ju pengojnë. Nëse zbuloni se një miqësi apo edhe një marrëdhënie ngushtë nuk ju ofron me atë që ju nevojitet, mund të jetë koha të largoheni. Kjo do të krijojë hapësirë për marrëdhënie më kuptimplot dhe perspektiva të reja si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Bricjapi. Bricjapi mund të kuptojë se ka humbur një mundësi të rëndësishme në të kaluarën. Kjo vetëdije nuk vjen për të shkaktuar faj, por për ta motivuar ato që të mos i lërë mundësitë e tjera të shkojnë dëm. Në të njëjtën kohë, çështjet që lidhen me shtëpinë ose familjen dalin në pa. Mund të dëshironi të rinovoni hapësirën tuaj ose dhe të merreni në konsiderat zhvendosjen. Këshillohet jeni të kujdesshëm në marrëdhëniet e besimit, pasi mund të zbulohen të vërteta rreth sjelljes së disa të afërmve ose njerëzve të afërt.